La një letër lam të mire për para se të zhdukej gjendet trupi i Pajeti 23 vjeçarit shqiptar në Gjermani. Një lajm i trisht ka mbërritur pas rreth një muaj kërkimesh, familjarët kanë konfirmuar se Valentin Volaj, 23 vjeç, nga Malësi e Madhe, që ishte shpallur i zhdukur në Gjermani, është gjetur pa shenja jete. Lajmi është bërë i ditur nga të afërmit e tij përmes rrjeteve sociale, ndërsa deri më tani nuk janë bërë publike rrethanat e sakta të ngjarjes. Autoritetet gjermane pritet edhe ndrit mbi shkaqet e humbjes së jetës së të riut. Kujtojmë se Valentin Volaj ishte raportuar i zhdukur nga familjarët e tij në 9 nëntor, pasi kishte dalë nga banesa ku jetonte në Bremen rreth orës 4 të mëngjesit dhe nuk ishte kthyer më. Në momentin e zhdukjes, familjarët kishin bërë të ditur se ai kishte lënë në banesë sendet personale, celularin dhe parat, si dhe një letër lam të mire për familjen. Sipas tyre, i riu po kalonte një periudhë të vështirë emocionale dhe përballej me stres dhe gjendje të rënduar psikologjike. Pasi u raportua zhdukja, u bë denoncimi në policinë gjermane dhe u kërkua ndihmën e ambasadës shqiptare, ndërkohë që kërkimet u përqendruan edhe në zonën Soden Mace, ku për fat të keq u gjet trupi i tij pa jetë.